Taravari vazhdon të mbetet në qeveri edhe për një afat të pacaktuar. Ky është epilogu i takimit të tij me kryeministrin Mickovski, gjë e cila zgjoi reagime në Vlenë. Deputeti Bekim Çoku tha se është e papranueshme qëndrimi i kreut të ASH-s në ekzekutiv, pas pohimit që Taravari ka pasur komunikim me Ali Ahmetin. Çoku, duke ju referuar një interviste të Ahmetit, pohon se ata të dy kishin pasur 3 takime të fshehta mes veti. Është pak e habitshme ideja e Taravarit në që të mbeten qeveri, sepse ai sapo tha që Vleni serviloset, kështu që dikush duhet të jetë servilosur shumë mbrëm në takim që të ngelen qeveri, sepse flasin për një kryeministër i cili për Arben Taravarin ka qenë shumë mirë, ndërsa si Vlen ka qenë servilosje dhe parti që rrin me zor dhe i bën përshtypje të keqe në publik, ndërsa zoti Taravari ende është ministër i Vlenit, pra këtë detyrën si ministër edhe si përfaqësim të qeverisë ka në kuadër të Vlenit edhe fal Vlenit. Ka reaguar edhe Izet Mexhidi përmes një shkrimi në rrjetet sociale, ku flet për besën dhe fjalën e dhënë, ndërkaq përmend edhe afate. Fjala e dhënë, besa, është një nga shtyllat kryesore të kodit të nderit ndër shqiptar. Besa është besimi, ndershmëria dhe përgjegjësia ndaj fjalës së dhënë. Një njeri që jep besën është i lidhur moralisht dhe shpirtërisht për ta mbajtur atë premtim, edhe nëse kjo do t'i kushtoj shumë. Kur shkelet fjala e dhënë, është thyer buka, e buka që thyet nuk ngjitet, as me takimet e njëpasnjëshme, as me afate njëmujore. Përndryshe, takimi i brendshëm ndërmjet kryeministrit Mickovski dhe kreut të ASH-s Taravari u zhvillua me dyert të mbyllura. Ishin të padukshëm për publikun, madje nuk pati as prononcime dhe as kumtesa zyrtare. Qëndrimi i fundit i Taravarit ishte që po të vendos të bashkëpunojë me BDI-n nuk kanë se çfarë kërkojnë në qeveri. Tani për tani ai tha se vendimi vetëm i ASH-s është që në zgjedhjet lokale të shkohet me lista të veçanta për këshilltar komunal. Gjithsesi, ai tha se vendimet merren në organet partijake, në bazë të strukturës demografike të ndonjë komune për bashkëpunime eventuale.